Jemi në transmetim direkt. Jemi në transmetim direkt, ju lutem. Të asgjë. Jemi në transmetim direkt. Ju lutem zoti Bufi, jemi në transmetim direkt. Ju lutem. Jemi në transmetim drejt për drejt, ju lutem respektojmë teleshikuesit. Ore, ç'më duhet mua me, Debate të forta shoqëruan të martë në mbrëmje emisionin Studio e hapur të Eni Vasilit në Alsat, ndërsa po flitej për strategjinë e opozitës me protesta dhe bojkot të parlamentit, pati dhe përplasje mes të ftuarve, përkatësisht mes ish kryeministrit Ylli Bufi dhe kryetarit të Partisë Ligj dhe Drejtësisë Spartak Ngjela. Jemi në transmetim direkt. Jemi në transmetim direkt, ju lutem. Të asgjë. Jemi në transmetim direkt. Ju lutem zoti Bufi, jemi në transmetim direkt. Ju lutem. Jemi në transmetim drejt për drejt, ju lutem respektojmë teleshikuesit. Tonet e larta nuk munguan në studio edhe motej. Objekti nuk është mos bësh vetimin zotëri. S'dua të bëj vetimin, më ikëm me mandatin. Atë humb mandatin. Pse se humbi mandatin? Mane nuk më duhet kjo fare mua zotëri, tani, shiko. Unë di që kushtetuta nuk mban qëndrim. Ore, kushtetuta nuk ka përmarim tani, mos e hym sa histori. Unë po them. Ore, zotëri, çfarë do të thotë ka përmarim? Nuk ka sankcion kushtetus. S'ka pra sankcion për batimin. Asnjë ligj nuk ka që të bëjë sankcion për batimin. Çfarë kemi kuptuar për zotin Bufi? Ju lutem. Jo më të shpjegoj.